Shikoni pak videon time edhe ju lutem shpërndajeni ta dëgjojnë sa më shumë njerëz të tjerë, se është vërtet diçka shumë shqetësuese, frikshme. Dhe kur e dëgjon domethënë të ringjethet mishi. Se vërtet jemi në ditë që teknologjia ka evoluar shumë dhe ka shumë gjëra të mira për ne. Por janë edhe gjëra shumë të frikshme që ndodhin vërdall. Do ju tregoj rastin tani çfarë ndodhi me një rast që e kam dëgjuar. Ishte babai dhe vajza në shtëpi, babai ishte duke u marrë në kuzhinë, vajza ishte te dhoma e saj. Dhe dëgjon babai që vajza thot, babi erdha. Dhe ky u çudit sepse ky nuk e thriti, nuk ndodhi asgjë. Nejse vin vajza dhe i ati e pyet që me kë po flisje? I thot, po ti më more në telefon, i thot vajza. Unë? Jo, i thot i ati, unë telefonin e kam duke u karikuar, ishte me 0%, është në karikim se kam prekur. Po ju por i thot, babi ti më more, thot, më more në këto FaceTime, keni parasysh ku flasin. FaceTime është një opcion, besoj se e dini, ku flisni me fytyrë. Edhe thot, fytyra nuk dukej mirë se kishte ngrirë ajo video, po zëri ishte joti dhe më the, hajde hap pak derën se kam ler ushqimet. Që po thua o bi, thot ai, unë jam këtu në kuzhinë, as se kam prek telefonin fare, si ka mundësi të thira unë tyja dhe tash, hajde hape derën tani se kam ler ushqimet. Dhe vajza tani dhe babai të dy çuditen çfarë po ndodhte. Nga kërkimet që bën, zbuluan që çfarë ndodh kur juve ju marrin në telefon numra që si njeni dhe përgjigjeni, thoni alo, edhe mund të pyesni dhe kush është. Ata njerëz që ju dërgojnë këtë thirrjen dhe nuk përgjigjen ana tjetër, thjesht regjistrojnë zërin tuaj dhe e përdorin pastaj për raste të tilla. Çfarë bëjnë me inteligjencën artificiale, regjistrojnë komplet bisedën me zërin tuaj. Është origjinal zëri juaj, nuk ka asnjë lloj ndryshimi, vetëm se është inteligjenca artificiale që flet. Dhe në këtë rast, vajza, domethënë nëse do dilte, nëse babai s'do kishte dëgjuar, aty mund të kishte ndodhur një dramë vërtet. Çdo gjë mund të bënte vaki. Një nga gjërat që kishte më shumë probabilitet të ndodhte ishte që këtë vajzë mund ta rrëmbenin. Dhe do ishte shumë e dhimbshme nëse do ndodhte, kuptohet. Ose ndodhin që të hedhin kështu spray në fytyrë, në sy që të mos shikosh edhe vinë vjedhin brenda. Domethënë ka shumë gjëra që mund të ndodhin, por u evituan se për fatin e mirë baba ishte në shtëpi edhe u evitua gjithë kjo dramë që mund të ndodhte. Tani vërtet e dëgjuam këtë histori shumë prekse, që kishte një përfundim të mirë, por është një mësim për ne që do të bëjmë shumë kujdes, të japim këshilla fëmijëve gjatë gjithë kohës, të tregojmë këtë histori që ka ndodhur, që të dinë që ekziston edhe kjo mundësi që mund t'i marrë dikush në telefon me zërin tuaj dhe thot jam mamja, por jam një nga familjarët tuaj, domethënë zëri është origjinal. Edhe të kenë edhe këtë ide që nëse marrin një telefonat të tillë, ata mund të bëjnë një pyetje, për shembull, babi më thuaj për shembull, kur është dita që neve kemi për planifikuar për vajtë me pushime këtë behar për shembull, ose ku është vendi, që të dinë me kë po flasin. Mirë është edhe të mos përgjigjen fare, por tani mund të ndodhë që mund të jemi dhe ne vërtet ata kujtojmë se është dikush tjetër. Kanë ardhur me pak fjalë kohë shumë të vështira, kur teknologjia artificiale ka arritur kulmin dhe arrin të bëj shumë gjëra që
që duken të pamundura, por që ndodhi. Tani mund të arrin të bëjnë edhe fytyrën tonë këta, domethënë persona që merren me këto gjëra. Edhe zërin e kanë gjitha dhe mund t'i manipulojnë fëmijët. Nuk e di, kam ngelur pa fjalë kur e dëgjova këtë histori. Ai sa mendoja mos nuk është e vërtet. Por gjithmonë duhet të marrim atë të qenit e vërtet dhe të dim se si të manovrojmë në rast se ndodh një situatë e tillë me neve. Edhe ne prindrit duhet bëjmë shumë kujdes se çfarë ndodh. Ka ndodhur raste plot kur nga telefoni i fëmijëve u ka ardhur mesazh që më duhen kaq lekë, për shembull se më ka ndodhur një problem dhe duhet patjetër që të kem këto lekë. Edhe çfarë ndodh në këto rast? Personi që vjedh telefonin fëmijës tuaj për shembull, e merr këtë telefon dhe nis mesazh te prindrit duke u kërkuar një shumë të madhe lekësh. Thonë jemi në një situatë shumë të keqe, nuk dim çfarë të bëjmë, të lutem më dërgo tani se më duhen patjetër, edhe prindrit si gjithmonë të gatshëm për ndihmuar fëmijën. Është ai instikti, është ajo koha që s'ke për të menduar nëse është e vërtet apo jo, vrapon për ta ndihmuar dhe në të njëjtën kohë je duke humbur një sasi të madhe lekësh që i adhuron një personi tjetër që është një person që merr vetëm me këto punë duke përfituar lekë nga të tjerët në mënyrën më të lehtë të mundshme duke bërë thjesht një mesazh në telefon. Duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj situate edhe të mundohemi, domethënë në momentin që marrim një mesazh dyshues, të qetësohemi një herë para se të reagojmë, mos të reagojmë menjëherë dhe pastaj të mendojmë se kush është gjëja më e mirë për të vepruar. Dhe unë për shembull sot edhe dje kam marrë 2 mesazhe nga spitali që më thonë që të është bërë prenontimi për një ultrasound. Faktikisht unë nuk kam pasur asnjë lloj takimi me spitalin për këtë gjë, edhe më thonë shtyp të linkun që të regjistrohesh. Domethënë po shtypa atë linkun, merret vesh se çfarë mund të ndodhi. Prandaj ju lutem kujdes kur merrni mesazhe, kujdes kur merrni linke, kujdes kur merrni telefonata. Duhet të jemi të gjithë vigjilent. Unë jap juve këshilla, po mund të ndodh mua në një moment që jam, si mund të them, delikat, mund të them, që mund të mos mendoj gjatë edhe mund të bëj një veprim të gabuar edhe do kem pasoja pastaj. Imagjinoni tani kur arrin dërgojnë mesazhe dhe gjoja janë nga spitali, që ti mendon, o vërtet mund të kemi takim në spital, gjë që s'ishte e vërtet për mua. Edhe duhet të bëjmë shumë kujdes. Kaq kam unë për sot. Nuk isha mundësi të bëja as humor sot, aq e trishtuar jam. Megjithatë uroj juve një ditë bukur kudo që t'jeni, edhe shpresoj të mos keni raste të tilla. Gjithmonë me gjaktësi veproni kur ju merrni mesazhe e telefonata dyshuese. Kalofshi bukur, Zoti ju ruaj shqiptar kudo që t'jeni. Kalofshi bukur.